Mediumi 24 News raporton se Izraeli ka konfirmuar se Kosova dhe Kazakistani do t'i bashkohen Marokut, Indonezis, Greqis dhe Shqipëris në forcën ndërkombëtare të stabilizimit në Gaza që synon zbatimin e një armpushimi dhe çarmatosjen e Hamasit. Forca shumëkombëshe pritet të bëhet operacionale deri në muajin maj, vijon raportimi i kësaj media. Ndërkohë, autoritetet e Kosovës nuk kanë dhënë akoma ndonjë detaj për pjesëmarrjen e Kosovës në Gaza. Ditë më parë, Kryeministri Kurti ka folur për këtë çështje kur është pyetur për bordin e paqes. Kemi filluar së pari me pjesëmarrjen tonë në forcën ndërkombëtare stabilizuese për Gazën dhe aty unë e di që Kosova është përfaqësuar në konferencën e Dohas në Katar nga Bashkim Jashari, që është edhe generali i FSK-s. Kemi shprehur gatishmërinë tonë që të marrim pjesë këtu ku FSK-ja është e mirënjohur për kërkim shpëtim dhe deminime, jo vetëm. Ne kemi qenë të interesuar që të marrim pjesë në organet vendimmarrëse politike për këtë forcë. Procesi do të ecë më tej, ka theksuar më herët Kryeministri Albin Kurti.